Atëherë jemi me kapiter Dashamir Kurdin, I cili ka mbi 25 vjet, 27 vjet. Ka 27 vjet shërbim në forcat armatosura, po kryesisht në forcën detare. Kam filluar që në shtator të 93-shit. Cila ishte detyra e parë që krye? Detyra e parë ka qenë kujdestar baterie në ABT Currila. Në baterinë Currila, baterinë 130 stacionare, po? Aty ka qenë fillimi im në rrallet e ushtrisë shqiptare. Tash kishe dëshirë vetë, a si erdhi puna? Kisha një dëshirë, pavarësisht se unë vjen nga një jetë civile që nga NB spitalla ku isha në punë aty, isha normist. Gjatë kësaj kohe vazhdoja dhe shkollën e lartë me korrespondencë ekonomik-financë, që kisha filluar nga 90-93-shin, pastaj fillova në ushtri aty. Fillova rastësisht, aty e pash që efektivi atje ishte shumë mikpritës, shumë dashamirës, gjeta një kolektiv. Ke nga oficera aty e vjetër, ke gjeta aty? Aty kam gjetë Lulzim Braçan, kam gjetë fillimisht. Zia Karaboja që më dorëzoi detyrën, ka qenë shkëlqim meqe I llogacionit një Astrit Cegollari që ishin tepër profesionistë dhe ishin tepër njerëzor, me fjalë mund të trajtuan sikur nuk kishin fëmijën e vet aty, pavarësisht se isha I ri që shkova. Me kalimin e kohës, pastaj qëndrova aty dhe u bëra njësh, si thon me ushtri shqiptare. U ambientova. Jashtë masë. Nga aty pastaj në 95-ën u bë struktura kalu me forcat detare, u bë struktura ABT. Baterinë bregdetare u bën pjesë e forcës detare. Varësit forcave detare. Aty kam kryer detyra të ndryshme, pastaj këtu në forcat detare kam qenë specialist I furnizimit, me fjalë. Pastaj kur erdhe në shtab? 95-ën. Erdhe në shtab. Në komandën e fortë, në komandën e distriktit. Po, komandën e distriktit të parë detar, po. Parë detar 95. Me detyrë? Me detyrë specialist I furnizimit. Pastaj nga specialist I furnizimit kam kalu ke seksioni ekonomik I shtabit. Nga aty detyra të ndryshme, pastaj komandant. Do të pyes për diçka, se ti e marr gjithmonë me furnizimin e reparteve, edhe me veshbathje, edhe me ushqime, kushtet të vështira të asaj kohe. Do të thoja, kur e veshe uniformën e marinarit, si të duk vetja në krahasim me uniformën që kishe më përpara? Faktikisht kam nostalgji për të dyja uniformat. Kur e kam vesh uniformën e parë kisha shumë qejf edhe më pëlqente jashtë masë, me fjalë uniforma e kambales e asaj kohe. Edhe kur vesha uniformën e marinës të dyja, dhe po të më pyesësh sot nuk I dalloj dot të dyja, me fjalë më pëlqen. Se je ndier mirë me të dyja. Jam ndier mirë me të dyja dhe nuk I ndaj dot as atë dhe as këtë. Më duken të dyja shumë të mira. Gjatë kësaj kohe pastaj detyra të ndryshme kam kryer, me fjalë dhe të rëndësishme dhe në përshtabe të tjera. Veç këtyre 2012-2014 që u bë struktura, kam kryer dhe detyrën e komandantit vend bazimit. Kepit Pali. 2014. Duhet të pyes diçka dashi. Periudhën e feshtatës si e përjetuat, sepse un kam këtu përballë kam një foto të baterisë Currila, ku është ramet pas ka qenë gjallë edhe I pronari lokalit, Gjep Keqi. Të cilën e kam nxjerrë ke vëllimit dytë I antologjisë, I kam bërë një faqe. Periudhë u përjetua shumë keqja edhe domethënë unë do të them edhe si bashkëpunuat me këta që e përballuat atë situatën e furnizimit në ushqim se ka qenë një periudhë. Ju keni qenë edhe vetë për atë pronarin atë Gjep Keqi, me fjalë ka qenë një njerëz që për ushtrinë shqiptare ka kryer shumë, sidomos për repartin ABT Currila. I ka majtë efektivin në bukë, me të gjitha, me fjalë, çdo hall keni poshtë përgjigjen këtu. Kishte raste, bile unë kam pasur raste se kisha shtëpinë afër dhe merrja ushqimin vetë nga shtëpia. Më përkiste dhe do e sillte vetë atje, sillte kamarinën dhe e sillte ajo goca. Kush? E sillte vetë në lokal. Ka qenë tepër ka kryer një punë shumë të mirë me ne të shtëpisë. Ruan në natë shtatë.